Kryetari i Drenas, Ramiz Ladrovci, ka zhvilluar një takim me vlerë të veçantë me dy prej figurave më të rëndësishme të çlirimit të vendit, Agim Çekun e Sulejman Selimin. Në fokus të bisedës ishin vlerësimet historike të generalit Wesley Clark, drejtësia e luftës së UÇK-s dhe pafajësia e heronjve të luftës dhe të paqes. Ladrovci theksoi se takimet me gjeneratën e çlirimit janë gjithmonë frymëzuese, duke sjellë në vëmendje kontributin e tyre në ndërtimin e aleancës historike me NATO-n dhe në proceset vendimtare shtetformuese për Kosovën. Kryetari i Drenasit u shpreh se pikërisht ushtarakët pa uniform janë sot më kërkues ndaj zhvillimeve në vend dhe më energjik për ta shtyrë shtetin përpara. Sipas tij, ky takim ishte një rikujtim i vlerave mbi të cilat u ndërtua liria e Kosovës dhe një motivim për të vazhduar ecjen drejt proceseve tepër pozitive për vendin.